personalisht jam në listën e veteranëve të rejshëm, po kemi veteran që ka qenë 7 vjeç në kohën e luftës, sot është veteran. Pra unë nuk bazohem në letrat e lëshuara pas lufte, që janë manipuluar edhe në nënshkrimet edhe qëllimet, absolutisht nuk ma ngrit vlerën e këtyre njerëzve, ma ngrit vlerën në nivelin e tyre real, situata kur unë isha ata me zë dhe figurë kur flasin. Dila Vergogjaj flet për kosharen pa qenë kurrë koshare. Unë kam qenë pjesë e koshares nga dita parë deri në fundit. Unë e di heroizmin, mandej e di edhe aktin historik. Në koshare është thyrë integriteti territorial i shtetit Jugosllavisë, është thyrë miti, është bërë luftë direkte dhe ka ndiku në vendimarrje të marrëveshjes së Kumanovës për statusin e Kosovës me vonë. Megjithatë po iki tani nga kosharja, po me këtë po mlidhen Goxhajt edhe kalova atje. Nuk ka mundësi Dila Vergogjaj të jetë një kontributdhënës i madh në UÇK duke sharë, duke vjellur zjetere, duke fut përçarje në mes të djemve të luftës, kur ne kemi sot djem në karrocën validore, ka qenë moshë 26 vjeçare në atë kohë kur ka rënë karrocë për shkak të luftës në koshare, të lirisë së Kosovës, dhe sot ka mbi 28 vite që është në karrocë dhe të thuhet se ai ishte dezertor e tradhtar. Ka shumë luftëtarë plagosur që janë kthyer në vinë e frontit pa u shëruar mirë. Ka shumë luftëtarë që kanë pa bashkë luftëtarën e tyre. Unë nuk dua ta mbroj, nuk është se po bëj avokatin e familjes, po ata dezertuan nga Shqipëria, nga ushtria ku ishin këtu, erdhën atje me armë dorë në Kosovë. Ne jemi dëshmitar, shiko, ne na dhem shpirtit të gjithëve për Shqipërinë në 97-s. Ne po flasim në pozicione shumë të ndryshme, sepse atëherë unë po flas nga ajo që kam dëgjuar edhe lexuar mbrapa, kurse ju keni të përjetuara në terren. Por unë po flas nga ato që qarkullon. Po flas për këta dy persona, për ato që i kam parë me zë dhe figuri, kam dëgjuar, i kam parë. Po flas për argumente që unë i di dhe këta i shtremblojnë dhe këtu e ulin vlerën e tyre. Në anën tjetër që ata kanë ardhur me armë, kanë lëshuar ushtrinë shqiptare, mua nuk më pëlqen të hitë spekuloj tani për vitin 97, po ne jemi të gjithë ata që e duam Shqipërinë dhe kombin, e kemi pas zemrën të qarë për realitetin e 97-s në Shqipëri. Në Shqipëri në atë kohë gjithçka edhe raportet e mëdha që kanë pas me qindra ushtar, pas asaj kohë kanë mbetë me 7-8 vetë, sepse u ndodhi ajo që ndodhi në Shqipëri, nuk ishte më asnjë rregull dhe hierarkia ishte më tepër vullnetare se sa që ishte hierarkike dhe zbatuese. Nuk dua të them se këta s'kishin çfarë bëjnë dhe shkuan në luftën e Kosovës ose morën pjesë atje. Ne e dimë edhe në zonën ku janë angazhuar ata se si është vepruar atje dhe nuk du të shohem se ka vrejtje të mjaftueshme në atë pjesë edhe në këtë pikë, po nuk du të hyj sot atje se edhe nuk jam kompetent të bëj një elaborim të tillë, edhe nuk du të shërbej përçarjes në ne kanë tjetër sikur se kanë vepruar ata ndër vite. Ajo që po them është, njeriu, pra babai Dritan Goxhajt, ndër vite ka gënyer, ka mashtruar, ka shpifur për djemt e luftës, për një zonë të caktuar, për një pjesë që ka menduar që janë politikisht një krah tjetër. Në fakt, në Koshare ke pas djem e vajza gjitha trevave shqiptare. Në Koshare ke pas nga gjitha partitë politike, kur kanë ardhur vullnetarë, kanë ardhur dikush me dy gishta, dikush me dorë, dikush me grusht, dhe ju kemi thënë se ju jeni vullnetar deri në momentin që nënshkruani këtë formular. Aty tutje jeni ushtar, zbatoni urdhra. Dhe kemi arritur ta ruajmë imunitetin në mënyrën më perfekte, të përkryer. Por tani na deri. Ku ishte Dritan Goxhaj që 3 javë më tepër që filloi protesta? Pse s'doli më një herë lideri protestës? Pse nuk dolën kërkesat e protestuesve? Pse duhet të del hapur që është anti-amerikan dhe është pro-iranian? Çka ndërlidhet kjo me problemet shqiptare sot? Dgjoj, zoti Gjota, ai ka deklaruar që unë nuk jam as antar i koordinues i bordit aty, nuk kam as drejt vote. Thjesht më dha një deklaratë për të lexuar dhe lexova së pari dhe së dyti. Po pse u zgjedhaj për ta lexuar atë deklaratë? Pse ndodhi afër Iqbal Huduti? Pse ndodhin këta shpionë të tjerë Ju jeni Shtetet e Bashkuara, dhe atje është një polarizim i madh pro dhe kundër luftës. Tani ata që janë kundër luftës me Iranin, Shtetet e Bashkuara, nuk besoj se janë anti-amerikanë. Po, shikoj, ju lutem, derisa unë të them ty, jam në anën e Iranit, çka është tjetër ajo? Ne duhet të shikojmë interesat tona kombëtare në radhë parë. Lufta në Iran dhe lufta në Palestinë mund të rban kur shoh fëmijët vrarën e iki shpejt kur ndalin figurat se nuk mund me i pa shpirtnisht, më dhëm shpirti dhe nuk du me pas luftë atje. Po në qoftë se ne nisemi shiko, po më vjen keq që duhet të bëj një paralele të tillë. Po fëmijët tanë në Kosovë nuk ishin fëmijë ata.
Po masakrat tona që ndodhen në Kosovë, masakrat e Serbisë mbi popullin shqiptar, vrasja e fëmijëve në barkun e nënave shtatzana, dhe sot del ambasadori i Palestinës në Beograd dhe thotë Kosova është Serbi. Pse duhet unë pastaj të jem anti-amerikan të jem sepse mu po mdhimen njerëzit atje? E vërteta është që njerëzit mu mdhimen shumë. Po unë du të mbroj mas parë interesin tim kombëtar. Një shqiptar që nuk e ka në radhë parë interesin kombëtar, pastaj ai për mua nuk është në rrugë gabuar, me dashje pa dashje. Në anën tjetër, sot me Iranin, ne e shohim Irani për interesat e veta mban lidhje të ngushta me Rusinë, nuk na njeh si shtet, nuk na format, na bën sulme të ndryshme kibernetike etj. Atëherë pse ne duhet përqahemi mes vetes se duhet jemi me Iranin dhe kundër Amerikës dhe ne ta bëjmë drejtësi në botë. Ne duhet jemi, unë e them shpesh herë, edhe në qoftë se Amerika është gabim, ne jemi me Amerikën, se shqiptar pa Amerikën nuk ekzistojnë tradhuar me armiq. Nuk mundem. E kam thënë 100 herë, oksigjeni mushkëlive të Kosovës, por së dua ta them kështu, oksigjeni mushkëlive të shqiptarisë kalon nëpër Washington. Në momentin e parë që një shqiptar super i mençur, siç është ky goxha e tjerë goxha e tjerë na dalin dhe rreshtohen në anën tjetër kundër Amerikës, janë kundër kombit shqiptar. Ne duhet ta ndjekim të drejtën tonë radh parë, duhet jemi kombëtarisht pastër, duhet ta duam vetveten kombin ton, pastaj le të ndajmë drejtësi aq sa dimë dhe mundem. Dhe ju e thatë se kanë ardhur nga gjithë anët, po, më lejoni ta them edhe këtë. Unë kam bërë thirrje edhe një ditë para 3-4 ditë, më falni, me një video. Nuk kanë që ka kërkojnë shqiptarët e Iliridës të Maqedonisë të protestojnë në Shqipëri për të rrëzuar qeverinë. E veçmas shqiptarët e Blenit, mos i fusin hundët në shqiptarët e Blenit që janë instrumenti i Albin Kurtit. Ata bën gabime të shumta atje me faktorin shqiptar në Maqedoni, po i shërbejnë. E keni parë se Parlamenti Evropian është tepër i alarmuar pse Maqedonia po serbizohet. Kurse kjo klasë politike shqiptare atje e mbështet këtë politikë të gabuar ose të dëmshme për faktorin shqiptar atje, e mbështesin, nuk e kundërshtojnë dhe Maqedonia serbizohet duke shkatruar faktorin shqiptar në Maqedoni. E keni parë para pak ditëve u shfuqizua vendimi i vitit 2006 i komunës të Tovës nga Gjykata Supreme nëse s'gaboj Maqedonisë për emërtimin nga riemërtimin e rrugëve. Është më mirë shqiptarët e Iliridës të protestojnë për këto gjëra në Maqedoni, për faktorin se gjuha shqipe ka qenë gjuhë kushtetuese dhe tashmë e kanë hequr edhe nga kushtetuta, dhe të kërkojnë nga Bilal Kasami, një djalosh shpirtëror i Titos, i cili është rrit duke shkruar poezi për Titon, i cili nuk lejon qytetin e Tetovës të dekorojë një pemë të vitit të ri sepse është kundër fesë. Është mirë Bilal Kasami sa vjen nëpër New York, nëpër organizata si Vatra, e t'i shante gjithë të tjerët përveç Albin Kurtit, se ky na qenë ka i dërguar i Zotit për shqiptarhanën, edhe sot të mbledh komunën e Tetovës, dhe nëse Gjykata Supreme e Maqedonisë e shfuqizoi vendimin e vitit 2006, ajo nuk ka parandaluar marrjen e vendimeve të reja. Ai më mirë është ta mbledh komunën e Tetovës dhe të merr një vendim të ri për emërtimin dhe riemërtimin e rrugëve, dhe jo të shkuat me Leninin, JNA, Jugosllavenska Narodna Armia që ka qenë ajo, e tjera marshalli Tito. Po, le t'i emërton dhe riemërton rrugët në gjuhën shqipe me emrat e heronjve shqiptarë. Në anën tjetër nga Kosova, nuk kanë që ka kërkojnë shqiptarë të Kosovës atje, kur Kosovën pa e serbizon Albin Kurti me ligjin e shtetësisë të deformuar, të reduktuar në 2 dokumente, të krijuar mundësinë online me u bë shtetas i Kosovës. A e dini ju çka do thotë kur të regjistrohen 700.000, 800.000, 1 milion serbë në Kosovë? Ku është demografia jonë? Ku shihemi ne pastaj? Pra, Albin Kurti po serbizon Kosovën dhe shqiptarët e Kosovës nuk kanë kohë të merren me këtë problematik që po shkon Kosova dhe na vikan Tiranë atje me vur rënd dhe ligj dhe me rrezu qeverinë. Kjo është absurde. Në anën tjetër kush pas ka thënë që është me kushtetutë? Absolutisht unë nuk e di që kushtetuta e Shqipërisë e parashëm mundësinë dhe të drejtën e shqiptarëve